Këto 3 shenjat të horoskopit do t'i lënë pas ditët e vështira. Venusi përballë Jupiterit ndihmon të zvoglojnë distancën midis shpresave dhe realitetit në mënyrë që të fillojnë të mendojnë më realisht dhe kështu të bëjnë ndryshime pozitive në jetën e tyre të çliruar nga iluzionet dhe mashtrimet. Dashi, nuk mund të injorosh ose mohosh me realizimet e sotme. E kupton që ke investuar shumë kohë dhe përpjekje në një marrëdhënie që të ka dhënë shumë pak. Venusi në kundërshtim me Jupiterin të tregon mosmirnjohjen e atij të cilit i ke ofruar kaq shumë. Kjo mund të jetë fillimisht rënditëse, por në planin afallgjat do të të shtiroj. Nuk heziton më të marrësh vendime të rëndësishme. Nuk ke asgjë për t'i provuar askujt. E di vlerën tënde dhe se ke bërë gjithçka që mundesh. Është koha të ecësh përpara me jetën tënde. Gaforia, nëse aktualisht po përjetoni një lodhje të pafundme emocionale, kjo mund të jetë për shkak se po kapeni pas një personi me të cilin jeni të lidhur në një marrëdhënie që thjesht nuk funksionon. Varet nga ju të gjeni një mënyrë për të pajtuar me faktin dhe për të rifituar paqen tuaj. Tani kuptoni se dhe dashuria më e madhe nuk vjen me garanci dhe ndjeni nevojën për një ripërtëritje thelbësore. Ajo që tani mund të përjetoni si humbje është në të vërtetë rruga juaj drejt lirisë. Luani, ti jep më shumë se sa merr, si në ato marrëdhëniet e tua profesionale ashtu edhe në ato personale, dhe kjo bëhet e qartë me Venusin në kundërshtim me Jupiterin. Nuk mund ta injorosh më këtë pabarazi. E kupton se diçka duhet të ndryshojë. Kompromiset që mund të bësh në një marrëdhënie kanë një kufi përtej të cilit fillon të humbasësh veten. Nga sot vetbesimi yt rritet, i jep përparësi vetë respektit tënd dhe investon, para se gjithash, në nevojat e tua. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.